Shiko, thej që do ta rrotullosh pak atë situatën tek këto produktet e reja, domethënë që kanë bëjmë me AI-n apo. Në çfarë lloj profile, sepse domethënë përdorimi i AI-t sot ti jep mundësi ti ta injektosh në çdo lloj produkti, çdo lloj platforme. I ke ndame specifika ku apo parimisht se si funksionojnë domethënë. Si e ke menduar këtë pjesë? E ke nisë apo do ta nisësh? Jo, e kam nisur, jam duke punuar për ato projekte. Okej, ke nxjerr video? Jo, ende jo. Po punoj akoma në backstage. Unë kam menduar kështu, siç e the dhe ti, AI është kudo, në çdo fushë të nevojitet edhe kush nuk arrin të përdorë AI ngelet shumë mbrapa. Edhe mund të humbi vendet e punës, mund të ngelen mbrapa me punën, dikush avancon më shumë. Edhe mirë të ishte që të paktën të kenë bazat e AI për profesionin që ato bëjnë. Edhe në projektin që unë po bëj, do mundohem që njerëzit të arrin të kuptojnë të gjithë edhe të mësojnë të gjithë se si ta përdorin AI në atë punën që ata bëjnë. Por më shumë do të fokusohem AI në sigurinë kibernetike, AI në ndërtimin e aplikacioneve dhe në krijimin e videove. Këto janë ato tre fusha që unë do fokusohem më shumë. Çiko, siguria kibernetike. Siguria kibernetike ka të bëjë me sigurinë e informacionit, për një kompani, për një website, për një aplikacion. Edhe qoftë sigurinë kibernetike të njerëzve vet. Unë për shembull që e studioj, kam shumë frikë, jam shumë i fiksuar kur klikoj ndonjë link, e kontrolloj gjithmonë. Pra ka të bëjë shumë siguria kibernetike sot. Sidomos tani që është dhe AI. Si mund ta integrosh AI-n aty? Kanë arritur të bëjnë dhe aplikacione që janë totalisht me AI që të parashikoj sulmet, të lajmëroj për sulmet, të bllokoj sulmet. Ti mund të futesh një link edhe ta shikosh a ka virus brenda apo jo. Do të thonë AI ka avancuar goxha në sigurinë kibernetike. Që kjo është gjë e mirë. Shumë gjë e mirë. Po mirë, mund të përdoret kjo në kompjuter në vend antivirusit? Po. Patjetër. Ti sot ke mundësinë që të krijosh vetë një virtual AI që të jetë si siguri kibernetike për ty, për të thënë edhe që të flasi, siç është Siri tek iPhone-i. Do është pak gjë e avancuar, por që mund të arrish ta bësh. Ta bësh edhe këtë po me AI, ta ndërtosh prapë me AI. Duhet ta ndërtosh vetë sipas shefit. Vetë sipas shefit totalisht. Interesant. Jo, kjo pjesa e saktë të se disha faktikisht. Po është shumë interesant domethënë avancimi në këtë sektor. Domethënë ti po i studion përpara se të fillosh. Patjetër, po i studioj gjitha një nga një, edhe do mundohem të nxjerr gjërat më të mira dhe më të thjeshta për të kuptuar, sidomos për audiencën shqiptare. Kjo është interesant. Po më shiko, tek videot që ti e ke integruar AI-n në grafika në diçka tillë? Po, shumë imazhe që i krijoj me AI. Shpesh herë titrat i bëj me AI, nuk i bëj më manualisht. Është ndonjëherë kur më duhet një video shumë profesionale, i bëj vet. Po zakonisht e përdor AI-n për shumicën e gjërave. Qoftë për zërin në disa momente, për imazhet, për shumë gjëra. Jo, nuk mund të bësh më asgjë. Ora sa ulem ke vendi punës si shkoj ChatGPT-s çaj duke bë. Që nis me chatin gjithmonë atë punën time. Su me chatin kaq fortë shumë po. Po mirë, në formatin e punës, formatin e shokut. Jo, formatin e punës. Edhe çik shokun e bëjmë në një dorë muhabet kështu. Lene më bërë, e ke bosi grut shtëpis, po lene tani. Po formatin e punës i kam dhënë shumë prompte të mira dhe vërtet ma bën punën goxha mirë, më kupton shumë mirë. Të zgjidh hap, vërtet. Po e ktheve për shok, pastaj të morin qafje, shumë njerëz që e marrin gjithë ditën. Çfarë më ke kinezët që e kam vrarë veten. Mundava nga ChatGPT-ja. Vdiqa. Fakt tani po i shikoj pak shqiptar që janë vënë pak merak, o vlla do ngelim pa punë AI, se kanë filluar ta ngjojnë pak, po akoma se kuptojnë. AI vërtet ka përzrëncuar shumë. Shumë vende pune. Çfarë është pjesa që ka të bëjë me pjesën softwarike një herë? Po nuk ishte kreativ. Zgjidhja me 2 komanda. Rinjoni pin cigara aty luaj boton. Edhe funksioni kompani që ka pas 2000 punëtorë ndoshta. Por shumë frikshëm. Është shumë e frikshëm. Do rikthemi punës krahut, kështu si e kanë nisë. Ka punë krahut kush le, do dalin robotat, do dalin kanë dalë robotat. Kanë dalë robotat, robotet se besoj se mund të zëvendësoj hidraulikun, elektricistin, se besoj. Vështirë. Roboti hidraulikun, fotot robotin ujë burr, Një film që ka bërë Will Smith në 2004, mos gabofsha për vitin, edhe këtë filmi ka qenë 2035 Amerika.
po ta shikosh aty vend duart në kokë, se çka ka qenë ka i filmi ne po e shikojmë sot. Dhe ne kemi parë, çdo gjë e kemi parë më përpara, më prap s'po reagojmë më vëlla. Jo, nuk na bën përshtypje sepse na e kanë treguar që atëherë, kupton? Shife, kjo është në të ardhme. Shikojeni tani, kur të vinë në të ardhme, mos ju bëj përshtypje, mos ja bëni obobo. I kanë mësuar njerëzit ka dal. I ka dal. Po. Tash e kanë hedhur kështu si show. Si show, si Transformers, si këto gjitha. Po, shumë shpejt gjithë amerikanët do ta kenë për shtëpia një robot të paktën. Po ka dalë në treg më ngjova që po shih. Po, 20 sa mijë dollar. Po, edhe falas do të japin. Pas të integrimi domethënë të inteligjencës artificiale, ishte dhe me Ti ke shqiptar në mi robota shtëpi? 60.000 domethënë që kishe shumë të integruar ata. Ma gjoni puzit e qatin mrena. Ti ke shqiptarët. Ore, ke shqiptarët me robota në shtëpi. Shtëpi time ke robot që pastron lan vet kështu, kupton? Gjithë shtëpinë. E pe kinezin vlla me mish sintetik. Do ai mish sintetik. Jo me angër, jo, për robotat. Aha. Pjesa e kurrës. Kishin nxjerr një seri kukullash vëlla që e haro gjuhën ke shtëpia. Një porosi 2 copë. Jo një 2 vëlla. Bisili që ka i zet koka, punët i bëjnë, gjithat i bëjnë, Rizi Pasha me 2 kukulla në shpit, po kukulla e, po me porës. Modele. Shumë interesant. Shumë. Edhe këto janë dhënë për filma, mos duket çudi. Po janë dhënë gjitha këto, më men, jo tash po. Si alienat. Shumë probleme ardhmë. Ajmo. Është fort. Çdo gjë. Edhe pak në dalë alienat plago. Do qeshim ne kur dalin. Do sportivitet. E kanë a pe domethënë. Presidenti i Amerikës do shfaqë brenda këtyre 2 javëve gjitha dokumentat e UFO-ve. Domethënë do i nxjerrin tani, edhe kismet së shpejti do i tregojnë. Shiko, unë skuptoj diçka pa. Kur shtovin njerëzit sa gjona që janë anormale, nuk po themi UFO-t, po aty futen gjithë këto. I shohin nuk i besojnë to janë budalliqe që i peson. Flet ti, thot ai ja fut kot ku merr vesh ti. Tashi, mirë që nuk ngjojnë. Nuk shohin. Edhe kur ngjojnë një gjë e kalojnë atë stacionin se intereson të shohin një gjë të usha, nuk po i përcaktoj se qa, po ato që kanë fiksim të shohin njerëzit domethënë. Ku janë fiksum? Tashi dele i presidenti i Amerikës i shteti, që është shumë i rëndësishëm. Po. Edhe thot i laf shumë interesant. Ja urdhër tha. Po s'ka bëjt cies, që të hapi dha dosjet e UFO-ve. Dhe asë një në pakte, nuk po e di fiks në për botë, përveç tyne e kokave që flasin, poplit tha, po këshu Allah, po ke... Si dele më po normal. Gjë normale, s'pa vrasim në një, kupton? Ke portokalli, më kupton? Po. Domethënë, ai dele bon fakt, është shumë e rëndësishme kur ai e bon fakt. Ai nuk del dhe përgënjeshtron Obamën që në thonjë za e rëshkiti goja. Sa i e tha? Po, atrot. Nuk doli me thanë që oja ka fut kote tjerë. Po e ka pas me vërtet. Doli edhe tha cop. Nxjerr dokumenta ta për UFO-t. Domethënë është fakt. Po. Njerëzit shikosh, gjë interesante. Është një film me Leonardo DiCaprio. Ka pas në bon. Që përmyset bota, vjen ajo kometa nga lart. Qofse do me kuptu njerëzit dhe ajo është filmi. Kometa vinte, këta i thoshin poplit, ne nuk shofim larkë, s'na ju më punë shofim larkë. Dhe njerëzit nuk shifshin larkë një qimene plak, lava shtrunin. Derisa me qimen erdhi, është film interesant që vjen edhe e prish. Nuk e se i shpëtun, se kemi pa filma që e shpëten, pa. Jo më është e fiksi, erdhi unë gullë dhe iku gjithë toka për lesh. Po i të gjithë kohës i doshin njerëzve, nes kemi pse me pa lartë, kam besim ke shteti. Edhe gjithë njerëzit i plako se ngeti një kokën te, sa i erdhë afer, pun minutash, edhe aty filloj gurguleja. E shumë interesant, dhe më ndele to tjetëri, dhe ti thu prap, jo, si më vla, jo. E i do 1, 2, 3, 4, 5 fakte ti dhu jo. Po mi më thuj ti anasiotas, jo po se kshu, ku din ti. Po ti ku e ke mësuma? Klas parë, klas 2, klas 3, klas 4, po. Po ta kanë mësu, bra.
Lavazh truri na bëhet që e dim këtë gjë. Çe klas parë? Lavazh truri kemi që të gjithë ne. Apo toka e shesh. Apo toka e shesh. Po jo pys për çem. E rumullak apo e shesh? Zeni dhe çuna të gjenerata Z. Shiko, është pikpyetje e madhe. Edhe rumullakët edhe e shesh. Shiko, Rumullakët domethënë glob flasim, 3D. Top. Shiko, është pikpyetje e madhe se a di si e vërtetoj unë këtë gjë? Vlla, Mlinit kaloi Antarktikën vet, ta shikoj me sytë e mi, edhe aty pastaj. Aty harroje ti. Mu logjika më thon që është e shesht. Nuk e di pse. Unë them që është me pikpyetje për arsye se tani unë kthehem tek ajo gjëja e së shkuarës. Kthehemi te hartat japoneze. Po të shikojmë, hartat japoneze 1800, ne e dim se si janë japonezët, janë shumë të zhvilluar. Gjithë hartat e vjetra e kanë Gjithë hartat janë të qeshta, edhe po të shikosh domethënë hartat e vjetra, domethënë se si marinarët domethënë kanë lundruar, se ne themi pirat, po harrojmë një gjë kryesore që si kanë lundruar këto marinarët, vëlla, piratët që kanë bërë namin nëpër botë për pa ndryshim. teknologji, me teleskop. Me teleskop kështu, prit vëlla se ka një gjë që nuk shkon. Busull, Me busull kanë muftuar gjithë tani, Po busull ç'a bën? Tregon një direkcion vet. Ka aty rrotullo. Po, edhe kjo më ngel pikpyetje mua tani, nuk e vërtetoj dot, kupton? Un jam pikpyetje për veten time. Jam shumë pikpyetje. Por thon 50 me 50. 50 me 50 plako. Pik. Edhe top, edhe disk. Top edhe disk, po nuk e di. Unë thash, Mlinit kaloi Antarktikën vetë, dhe pastaj vi ty u them këtu. Po kam frikë se po kalova Antarktikën, nuk vi më gjallë unë këtu se do më vrasin. Siç kam vrarë shumë veta. Prandaj. Me kalu Antarktidën është muhabet tjetër. Gjë tjetër. I vrasin më burr. Okej, mo prit mos e dekadem duke e vrarë. Isa. S'len një me kalu. Se po të shkosh deri atje, okej, nol çanol, po nuk leni të shkosh deri atje. Si do qoftë. Po kalova ndesh muhabet tjetër, i thash ti lloj mbash tash. Nuk flas pa kaluar ndej. Domethënë, ç'a informacione ke, si e menon ti? Ç'a është për ty e rregullt, ç'a mund të jetë me pikpyetje, domethënë ka një balancë. A është menon e shesht a rumullakt? O të luajmë futboll, o të luajmë disëm plash. Kemi edhe një fakt tjetër ku mund të bazohemi që në qoftë se kthehemi, domethënë, unë kam mësuar nëpër kukulla, domethënë kur shikoj se kam pa shumë kukulla kur jam qenë i vogël, kam mësuar që ylli polar nuk lëviz asnjëherë. Që tregon veriun. Tani kur në qoftë se ne rrotullohemi, i bie që ai thot veriun, po në qoftë se ne jemi këtu, është veriu, ne po të rrotullohemi, domethënë dele kundërta, ndërsa këto e thotë është e kundërta, edhe bien kontradikt me llafet e veta. Ylli qëndron po aty. Është po në një vend. Duhet lëvizte. Kupton, i bie tani nuk është më veri, sepse ne jemi në linjë në anën tjetër, kupton? Është, do të thonë që në përmendimin tim ne s'lëvizim. Për mendimin tim. Kjo është. Pastaj lëviz dielli rreth tokës. Prit. Jo, po them edhe një gjë tjetër. Në qoftë se është toka e shesha me rrumullakë, që është prapë pikpyetje. E keni vënë që kanë plasto luftrat, jo raketa, jo bam bum bim bam. Si shkon? Jo, kam vetëm një pyetje. Kur ata lëshojnë raketën, i kanë bërë llogaritje të gjitha? Po, kaq për sekond, kjo budalliu kështu. Ku është formula që është, domethënë, sepse Izraeli kur goditi Iranin, sepse toka rrotullohet nga lindja për perëndim. Izraeli do e çojë raketën nga perëndimi në lindje. Kupton? Edhe është, domethënë, se nuk e llogarisin ata se Ko vaq larg ti. Pse të gjithë këta kur udhtojnë i bin veç një krah, pse si bjen as një nga oqeani nga krahu tjetër. Gjithmonë nga oqeani kështu me me krah madh asnjë nuk kalon. këtë më pse di? S'ka shumë det atje va. Ka era atje ulla aeroplan. Ne jo, në kërë. Ti me shumë e nën? Po, thonë me I bina ne nga Alaska. Logjika më të çon deri diku që është e shesht. Po të ngjosh to teoremat të këtyre prapë të çon sigurisht a rrumbullakët, po. Është edhe kjo vëlla që e ka thënë dhe një këtu në Shqipëri. Kur ikën avioni sipër, tani qoftë është rrumbullakt, na këtu si vjen këtu, e bie kështu e vup, apo ecën vetëm kështu edhe ulet pastaj. S'ka kuptim. S'është janë një kozmik. Ata kanë nxjerr goxha fakte që janë të arsyeshme faktikisht, që pse është e shesht. Edhe realisht janë fakte interesante. Që dush për t'i marrë parasysh, nuk po them që ti besojmë 100%.
Ka dhe ca fakte në thojza që këta thënë është rumullakët, Po. sepse kështu na kanë mësu gjithë kohës, është top. Në kupton? Edhe vazhdojmë atë idenë që është Top. top edhe top jo ngel njerëzve në kokë.